e ka ngrit futbollin në pedestal. Në Mitrovic u promovua monografia Futbolli Mitrovicës 1932-2022 i autorit Adem Çollakaj. Në këtë ngjarje ishin të pranishëm personalitetet të njohura të futbollit Mitrovicas, ndërsa i pari mori fjalën recensenti monografisë Ajet Shosholli, trajner dhe kontribuesi shumë vjeçar i futbollit të Kosovës. Ademi ka bënë një punë shumë të madhe, ku ka hulumtu vite me radhë, ka ardhur deri te informatat e rëndësishme dhe informatat e sakta për veprimtarinë e futbollit Mitrovicas. Recensenti tjetër Mustaf Plana e quajti këtë monografi me peshë të madhe për futbollin tonë dhe veçanërisht për qytetin e Mitrovicës, të cilin e quajti djepi i futbollit. Në promovimin e një monografie me peshë shumë të madhe për Mitrovicën dhe futbollin e Mitrovicës si djep i futbollit të Kosovës, për jo vetë. Libri përmban shumë gjana, i përshkruan ngjarjet, përshkruan ekipet, pjesëmarrësit, rezultatet, sfidat, vështirësitë, po për fat të mirë edhe sukseset që i kanë arrit klubet e Mitrovicës, që i kontribu edhe sportit dhe futbollit përgjithësi në Kosovë. Adem Çollakaj punoi dhe veproi mbi 3 dekada në Federatën e Futbollit të Kosovës, gjë e cila ndihmoi shumë në përpilimin e monografisë. Autori tregoi prej nga u motivua për t'ia nisur punës, ku e përmbledhi një periudhë 90 vjeçare që nga fillet e futbollit Mitrovicas. Federatë futbollit vishin kërkesa të lloj-llojshme nga të gjitha qytetet për me bë financimin e monografive të qytetit, monografive sportive të qyteteve. Edhe erdhan përfundim në fund që edhe Mitrovica do ta ketë një monografie, kështu që tu i falenderu njerëzve të cilë më kanë përkrah në radhë parë gjeneratat e vjetra në mesin e tyre, Aslani, Nexhati, Agimi, mandej Nazmi Roma, e futbollist tjerë, kom fillue përshkrimin e ngjarjeve në mënyrë kronologjike. Në këtë monografi janë ndarë periudhat e zhvillimit të futbollit Mitrovicas, një histori e pasur dhe dokumentuar për gjatë 90 viteve, ku nuk mungojnë emrat e futbollistëve, trajnerëve, punëtorëve sportiv, donatorëve dhe futbolldashësve ndër vite.